Si vjetë si kur më po në histori të basketbolit të pavarur kosovar nga vitin 1991-92, Sigal Prishtina, e cila me 40 trofe të fituar, është skuadra më e suksesshme gjitha kohëve. Bardhë e Kaltrit po luftojnë njëkohësisht për inkuadrim në play-off, por njëkohësisht edhe mbjetesë. Si asnjëherë më parë në historinë të klubit më të suksesshëm drejtojnë sonte këtë duel, ndërsa vëzhgues i ndeshjes është Vërbiçi, peshja e Prishtinës, Bailey, Burns, Ismaili, Kakruki dhe Clarence, ndërsa në anën tjetër për Arahovecin, peshja startuese do të jetë Pullian, McCormick, Rugova, Regja dhe Thomas. Ritmin atër kjo ndeshje do të bëhet shumë e barabartë. Topi i parë për Rahovecin, më i larti në kërcim, ishte Fisnik Rugova. Pullian deporton pranë Burnsit atje, tentim për 3 pik. Ka një mismatch atje, shkon me ndihmu Rugova dhe kosh faul nga shkon atje rreth blokut të Rugovës. Adonis Thomas spoti çka me bu me top, gafon atje i rrshet topi. Mirë po e përmirëson DeAndre Burns për mrekulli, e vjedh këtë top me këto skuadra. Topi do të thotë po ju bjen për mrekulli në thellësi, asistim dhe giganti. Atje Berisha është Adonis Thomasin, i cili e lancon bombën për e përshumi vreshtarëve. Altin Morina, i cili ishte vendimtar në ndeshjen e fundit kundër Borës me ato 2 treshet në fund. Bukur me Kormik, i shmangët blokut, çfarë asistimi me Kormikut për kapitenin Bardregjën, për mrekulli asiston Bardregja, rasti nuk e lëshon rezultatin në 8-17 e dërgon edhe njëherë Altin Morina, nuk ka shënim dhe është ky fauli Adonis Thomas. Bën atje presion, pick and roll me Cloud, kosh faul. E kombinuar e Prishtinase, ja vjedh topin atje Altin Morina në kundërsulm DeAndre Burns. Sputi disavantazhin Burns në anën tjetër. Thomas me 3 pik, edhe një treshe. E ka këtë top Adonis Thomas, edhe një treshe Adonis Thomasit. Bombardon atje Adonis Thomasi. Treshja e 4 e ti. Lomaksin, lëvizje mashtruese ti për Adrio Bellin, lëvizje mashtruese Adrio Bellit, i cili shkëputet, fluturon dhe me këtë ngulitje si duket tërat hidhrimin e zbraz në kosh. 18-35 dueli 2 peshëve me Kormik më i suksesshëm. 10 pik të ti. Elijah Clarence asiston dhe Adrio Belli e goshdon për mrekulli. Regja, Altin Morina pranë ti, Regja mbi Altin Morina. Shmangët atje presingut dhe me Cloud me tjetrin. E vjedh topin Bardregja për mrekullin, dalët atje Bardi për me Kormikun, i cili për mrekulli shmangët. Bukur atje, Regja tenton dhe me treshe në qintat e fundit të pjesës së parë. E rikthen rezultatin në plus 17. Kapiteni Bardregja për mrekulli bombardon dhe ekipet në pushim i dërgon me e përsin prej 17 pikëve. Maksimumi ishte treshen në qintat e fundit. Ishte fenomenal dhe ngritje përsin në 17. Adonis Thomas i arzakonshëm sonte 29 me 48. E rikthen e 4-3. Kakruki eshe Lomaksin, ja gjuan për 3 pikë dhe Lomaks tani i knaqur tani me atë që po sheh dhe Adrio Belli shkon deri në fund, dalet me faul. E afron rezultatin në vetëm 6 pikë, 42 me 48. Mbrojtje mire ka Krukit e Vretit që Nahim me Cloud giganti 224 cm Shiravecit e uli topi poshtë. Më pikë të Adrio Bellit, Pullian
Dhe realizon pas gati vetëm 5 pikë. Tentimi Deondre Burnsit tani i lojtarëve edhe du me ndru. McCormick për mrekulli deporton e sheh korridorin dhe realizon këtë deporton. Kundër sulmi shpejt ka Kruki deporton. Coast to coast e çmonton koshin. Çfarë aksioni ka Krukit. Kërkush se priti këte kundër sulmatomik të Valmierit. 20-9 pra kthehet në lojë. Deondre Burns tentim për 3 pikë në start të Samargjev. Albini Uso bukur atje. Asistim për toke i Adrio Bejlit. Elijah Clarence fluturon dhe e goshdon për të afru rezultatin në vetëm 1 pike përsi për mysafirët nga 19 pike përsi 2 minutave loj. Tentim po ufa qfar shënimi i Bejli. Edhe Bejli përgjigjet tani 2 lojtarët më individuale. McCormick tenton për 3 pik. One man show të Rahoveci. 75-73 ishte ajo ndeshje kundër sulmi shpejt. Për Altin Morinën i cili tenton me 3 pik. Për 65-62 dhe e përsia e par për Sigal Prishtinën sonte. As njëherë sonte nuk ishte në e përsi Sigal Prishtina. 65-62 me treshën e Altinit e shpëton këtë top njëherë. Një mbrojtje e mirë dhe në anën tjetër deporton dhe realizon për 67 me loja. Me njëherë top i vjedhur kundër sulmi shpejt. McCormick i arzakonshëm atje është në loj. McCormick për Tomasin i cili shkon në blok atje. McCormick deporton me flow të realizon dhe përsin e Rahovecit e kthen. Deporton. Dhe McLeod e kap këtë top. Ik për para. McCormick i cili ndalet me faul 3 presje 8 sekonda deri në fund. Qaste dramatike. E realizon për 67-69 dhe time out ka kërkuar trajneri Dublevic. Deri në fund dramarin maksimumin ka Kruki për Deondre Burnsin i cili e hush dhe Rahoveci e fiton duelin me rezultat 67-69. Gjevon McCormick është hero i ndeshjes sonte, i jashtëzakonshëm.